Ka një problem, turizmi cilësor kërkon patjetër marinat. Është planifikuar një marinë, po gjitha i gjithë... Janë 2 marina. A janë 2 marina? Dhe marina Orikumit, që do të ketë 500 vende parkimi. Pra marina ekzistuese që kemi në Orikum në sot, po thuaj se është në fazën finale për të marrë lenë, do të bëhet si një mini qytet projekti që ka dalë tashmë, dhe do të shoqërohet me këtë marinë që do të zgjerohet 500 vende parkimi ka atje, ndërkohë që 500 vende të tjera do të kemi te marina në Vlorë, kjo që po bëhet te porti, te porti. Kështu që janë 2 marina. Themi që mund jemi të konkurueshëm sa i përket edhe pjesës së ankorimit pa të çmimeve që mund të zgjidhet Vlora si destinacion për t'i mbajtur tani, jo vetëm gjatë sezonit për të dimruar atje. Ka kërkesë shumë të lartë, edhe po themi që në gjitha të vibrat detare që ne kemi të parkën, mund të kthehet në një potencial shumë të madh ekonomik. E keni në plan të ndërtoni marina tjera, sepse një skaf që vjen, një jaht qoftë edhe 12 metrosh, shpenzon ndoshta sa për 50 polak. E vërtet. Për momentin janë ato të dyja, po duhet parën të ardhmen. Ki parasysh që ne kemi një kërkesë e cila në fakt është në fazë negociate tani, që ju e dini, që është edhe investimi që do të bëhet në Sazan, po edhe në pjesën e Zvornecit. Ku ta gjejmë? Ka pas një debat shumë të madh edhe sa i përket apo skepticizëm dhe pjesa e të huajve, që pse të bëhet ky investime të tjera. Këta janë kam idenë që i marrin parat nga Ministria e Turizmit grek, ta që shumë e vërtet. Unë e shikoj më shumë konkurrencë ekonomike ato. Nuk ka asnjë gjë të keqe, ku ta gjejmë të kemi tilla lloj investimesh, se përmend pak më parë turizmin elitar. Turizmi elitar vjen me këto lloj investimesh. Pra edhe ne pastaj mund të kemi edhe një shkallëzim aty ku realisht ta mban xhepit shkoqe të shpenzosh kaq lart, apo për një turizëm masiv që ne e kemi tashmë. Prodhon ekonomi nuk diskutohet, po pse jo të kemi edhe këtë lloj standardi, sepse është shumë i domosdoshëm. Turizmi masiv ndonjëherë është i domosdoshëm si tani që flasim për të gjeneruar të ardhura, po ndoshta më vonë mund edhe ta dëmtoj pak atë bukurinë që ne kemi. Kurse në këtë mënyrë është harmonizuar, është e kombinuar, e them se funksionon. Aq më tepër që ne kemi një aeroport që po mbaron tani, edhe imagjinoni ku do jetë Vlora, paktën pas 2 vjetësh po flas, sepse këtë vit ne mund ta bëjmë operativ aeroportin, nuk do të quhet më sezon turistik. Ne kemi zgjeruar, kemi çuar 6-7 muaj, por jam i sigurt që do të shkoj 12 muaj in full capacity, sepse do të kemi edhe pjesën e eventeve që do të organizohen për shkak të aeroportit. Do të ketë evente në mënyrë të vazhdueshme në qytet. Duhet të thënë që Rama është investuar në Vlorë dhe për shembull, kemi Vlorën e vjetër që nuk ka asnjë gjë mangut krahasim me Korçën. Ndërkohë në Korçë shkojnë në Vlorë akoma. Vlora ka klimën, ka kuzhinën, ka malin, shkon në Llogara po desha vetëm 15 kilometra. Pse s'pa aktivizohen gjithë këto resursa? Diversifikimi i paketës temur. Pra është shumë e rëndësishme. Në fakt Korça ka tërhequr gjithmonë me pjesën e Borës, më thënë. Ajo ka qenë indikacioni i parë. Po janë pllaqit që Po patjetër. Ushqimi. Të shastizim. Pra, kanë shkuar për Borën dhe pastaj mund të kenë zbuluar që Korça ja vlen edhe për shumë arsye të tjera. Pra, po kam idenë që është e zauruar Korça, dihet që shkon në Korçë për 2 ditë e zauron. Qoftë ushqimi themu në Korçë, qoftë edhe butësia që vetë korçarët e kanë. Është një simbolik që i shoqëron gjithkohës. Normali, kur vija te kushurinë temi në Vlorë, me thënë të drejtën me kushurinë e mia nuk dilnja dot se do më ngacmonin. Normalisht. Tani jemi komplet vice versa, jemi te faza tjetër. Por që janë shumë pika që do të lidhen edhe patjetër që diversifikojnë këtë paketë që ne duam. Ne jo se nuk e kemi promovuar sa ç'duhet, un kam ja 2 vjet që po e luftoj fort të pjesën vetëm për ta bërë sa më të kapshme qoftë edhe te pjesa e të menduarit atyre që jetojnë në zonat e fshatrave përreth. Vlora ka fshatra spektakolar, i ka shumë të bukur, i ka shumë prodhimtar. Dhe çuditërisht Vlora nuk ka agroturizme. Janë 2, po janë miniatur, janë vegjël. Mund të krijosh një paket shumë të mirë duke filluar edhe me këto investime, pra agroturizmin. Patjetër që shteti do të incentivon këto lloj iniciativash në një farë mënyrë, Ministria e Bujqësisë, AZHBR-ja, por edhe ne vetë duhet i shtym të mendojnë. Shiko, ju jeni ri në Vlorë dhe unë jam i bindur që në sensin e funksionarit, por unë kisha kam konshum tim italian dhe e mora si vjet dhe e çova në Amantia. Mrekulli.
Vajzë, shumë e bukur. E qonë në vajzë, hangrën pasaj drejt në vajzë. Pastaj i thash kjo Orikumin, ai nuk e njiftë se ka blerë shtëpia. Është milanez. Pastaj i thash një ditë do të çoj edhe në Bylys. Pra ka një paket, mund ta çoj, i thash edhe këtu ka zbarkuar Cezari, Matan Llogaras, ai u habit. Pra, në ndryshim nga qytetet e tjera, Vlora ka site arkeologjike të ke Zvërnecin, ke Marmirojnë, ke Orikun, ke Amandjan që ju e përmendet pak më parë. Pra janë gjithë këto pika atraktive, sidomos të lidhura me vizitorë që e dashurojnë historinë, edhe këto sajtet arkeologjike. Po kjo është shumë e rëndësishme që t'i japësh një fabulë qytetit. Shtohet rishtazi, ne kemi filluar investimin që do të jetë edhe Muzeu Hebraik, që bëhet po prapte në Muradie në Vlorën e Vjetër që ju e përmendet. Plus kësaj, ngjitur me të është një godinë e madhe që ju e mbani mend edhe para 90-s kishte filluar për të bërë pak a shumë një replikim i 15 kaçit. Hotel turizmi, e famshëm. Ajo godinë tashmë është blerë nga Fondi i Zhvillimit, nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe po bëhet një nga qendrat teknologjike më të mëdha në rajon. Pra imagjinoni se çfarë do ndjesh, është potencial shumë i madh, po punohet me ritme shumë të shpejta. Çmimet do rriten patjetër. Kush është i zgjuar blen tani sepse patjetër do të rritet. Shiko, çmimi i shtëpisë time që unë e mora me 400 euro. Sot është 1500 kam përshtypjen. Edhe me 2000 më kërkuan bie, po nuk e vash. Pikërisht. Kështu që është një investim i jashtëzakonshëm blerja në Vlorë. Po punohet me perspektivën që do keni një qytet 300.000 banor përse urhet ujësjellësit, se kanë kime. Ka. Dhe unë e thash, kemi të bëjmë me një qytet që ka përcen nga 80.000 banor që ishte planifikuar, në 300.000 e 400.000 banor gjatë. Keni në investim... Do të them me pak fjalë, ndoshta do dëgjuesi dhe nuk i pëlqen këto, po unë duhet t'i sqaroj që të kuptoj e para komuniteti im dhe të mirë kuptoj. Unë e gjeta me një projekt ujësjellësi që ishte pothuajse në fazën e mbarimit, e cila patjetër ishte kapacitetin e furnizimit me ujë në qytet, ende nuk ka mbaruar për shkak të disa ngërçeve që tani ndoshta nuk mund t'i them me detaj, por që ngërçe ligjore. Ndërkohë po vim paralelisht një investim tjetër me KFV-n, me Bankën Gjermane për Zhvillim, që është po prap për ujësjellësin, po sekondar për ujin e pishëm 24 orë. Kjo në fakt është bërë në Korçë, është bërë në Lezhë, po bëhet në Elbasan tashmë dhe po bëhet në Vlorë. Me mbarimin e atij projekti praktikisht çfarë janë banues ekzistues për 8% të qytetit, 85% të qytetit do të marrin ujë 24 orë, 7 të pishëm, që është diçka domosdoshmëri e quaj unë për qytetin. Dhe momenti që po bëhen këto investime të tjera, patjetër vim me ide duke bashkëpunuar dhe me ujësjellësin për të shtuar investimet tona. Ne kemi bërë një investim nga, po themi, nga zona aeroportit nga Novosela në drejtim të Vlorës, ku prek gati 11 fshatra që do të furnizohen me ujë, është bërë investim i ri, edhe ai është në fazën finale. Ne patjetër pastaj do të shikojmë me shumë rëndësi pjesën nga tuneli, po themi, drejt Orikumit. Për momentin, nuk është se nuk i mbulojmë të gjitha cepat e Vlorës, është problem gjithmonë Zvërneci dhe Narta, aty jemi duke bërë një projekt me një financim që kemi marrë të BE-s në bashkëpunim me Bashkinë e Milanos për Zvërnecin dhe mbetet edhe Narta. Edhe Narta e ka pasur ujë me orare, po ne shpresojmë që do ta shtrim fazën e investimeve në bashkëpunim me ujësjellësin me qëllim që të mbulohet të gjithë harta e Vlorës pa problem. Në do mbulohet edhe resorti që po bëhen andej i vendit të Trumpit? Patjetër, shiko, aty është, nuk është se do ta mbulojmë ne, ajo është një negociat, po flasim për Sazanin apo për Zvërnecin? Për Zvërnecin. Për Zvërnecin do ta shikojmë, nuk ma do mendja që mbulon ky investim, duhet bërë një investim tjetër, nuk diskutohet, por gjithmonë e bazuar në negociat. Pra çfarë ne nxjerrim si produkt nga negociata, që mund t'i lidhet si detyrë investitorit të bëj financimin për t'i ardhur në ndihmë pastaj edhe furnizimit të ujit që ata duan. Ndërkohë ju kanë bërë në Target një 2 herë për çështjen e plerave. Ka një problem landfilli i Sherishës, është edhe një problem politik, unë e shoh nga që u politizua kjo çështja e incineratorëve. Tani shkojnë dhe vënë zjarrin vetë ndonjëherë, ndodh shpesh. E di, vjetë më thamë edhe kush ja kishte vënë zjarrin, po nejse, shpresojmë që të jetë i vetëdijshëm që në darkë edhe nga Karaburuni kthehet dhe banon në Vlorë. Po,
ka edhe një ngërsh politik. Në qoftë se ti do futesh duart e plerat, po vidhet, po bëhet, dhe ka krijuar një lloj ngërshi në gjithë Republikën kjo, si do zgjidhen në Vlorë, do me thënë, jam partizani i asaj, le të flasin çfarë të duan, po ne duhet të zgjidhim. Po ne duhet të mbarojmë punën. Me këtë parim kam qenë dhe unë. Pastaj kur futesh te vorbulla e lishmërisë, gjithmonë del një ngërç i vogël aty që mban peng gjithë dynjan. Por duhet ta ndaj në dy momente këtë proces. E para, Sherishta duhet të kuptohet si një investim në vete, sepse janë munduar me shumë forcë ta grupojnë apo ta fusin te grupi i inceneratorëve si zhvillim. Nuk ka lidhje. Sherishta është iniciativë në fakt e Ujësjellësit dhe Bashkisë Vlorë me KfW, pra po prapë me KfW-n, pra me Bankën Gjermane për Zhvillim. Ka qenë një investim komplet në vete, nuk ka pas lidhje me këto. Procedura, tenderim, supervizim, çdo gjë është bërë po prapë nga KfW-ja, ndërkohë kompania që ka bërë punimet atje, që është po prapë zgjedhje sipas garës që ata kanë bërë, që e ka bërë KfW-ja. E kanë bërë gjithmonë Gjermanë. Është e këtij djalit që s'po vjen jam tani ISC, ICS, që ka qenë për incenerator, por nuk kanë lidhje, janë të ndara. Dhe patjetër, impakti i parë mendor kur ti flet për landfillin, gjithmonë të shkon inceneratori në mendje dhe gjithmonë stepen të gjithë ata që punojnë për këtë proces. Jo, po kanë filluar edhe në Shkodër trembur nga kjo punë. Nuk ka lidhje fare. Plerat se të fusin në vend. E rrëzuam te pjesa të menduarit, edhe e çuam përpara, unë e mora sfidë me veten që ta çoja përpara. Më kanë ndihmuar patjetër gjitha institucionet e përfshira, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e Mjedisit, Ministria e Financave, pra të gjithë janë bërë palë, Ministria e Drejtësisë, për të marrë dhe mendim, për të bërë një zgjidhje, dhe realisht ne kemi çuar përpara këtë gjë. Tani jemi në fazat terminale, pra jemi në fazat përfundimtare për ta vendosur në punë këtë vepër. Janë 3-4%, 5% që kanë mbetur ende pa mbaruar, që të quhet vepër e përfunduar. Megjithatë, unë me çfarë po bëj tani, me stafin që kam, që maksimumi për pak punë ditësh ne do të fillojmë të hedhim makinë, derdhjen e parë të plerave në landfillin e ri. Prilli që po vjen do ta gjej funksional qelizën e parë të landfillit. Ndërkohë për pjesën e fushës të mbetjeve, qoftë në Vlorë, qoftë në Orikum që janë prej vitesh që përdoren, si fazë të parë ne do mundohemi të ndërhyjmë vetë si bashki që të bëjmë një farë mbulimi me dhe, paktën të evitojmë zjarret sa të mundemi. Dhe faza finale e marrëveshjes që kemi me KfW-n është që të kapsulohet komplet dhe ajo, edhe Orikumi, dhe të bëjmë një farë ekoparku. Edhe kjo është një procedurë që do të ndiqet nga KfW-ja, paktën jemi të qetë sepse po dalën. Po, kanë futur duar. Me kolegët tanë të gjithë kanë frikë me avancu me procedurat, ka një farë stepje. Kjo ka krijuar edhe një problem në fakt, administrata ka frikë të... Nuk na del në pa tani, nuk na del në pa puna që ne bëjmë, është në përditshmëri. Kemi një, po themi një staf shumë të mirë në bashkitë, sidomos në pjesën e ndërmarrjes së shërbimeve publike. Ju e kthyet në mos gaboj edhe në publike, ndërmarrjen e pra, dhe mua më erdhi mirë në fakt se në ca gjëra unë kam besim të publike, ajo të privati. Punohet fort, por nuk ka duk nga që kemi këto ndërhyrjet në infrastrukturën e brendshme për shkak të Ujësjellësit, krijon plur, ndotje, ta punojnë non-stop, bile edhe nëse ka një skenar se si ata duhet ta bëjnë punën ditore me orare, ka raste që e bëjnë dy fish. Pra për zbrazur një kosh shkojnë më shumë se çfarë ata kanë planifikuar për shkak se edhe vetë njerëzit nuk janë të kënaqur nga që shikojnë plurin dhe gjithmonë etiketojnë apo adresojnë problemin te bashkia. Ne jemi për të shërbyer, nuk diskutohet. Por gjithmonë një mesazh që duhet t'ia drejtojmë gjithë komunitetit, duhet të ndërgjegjësohen, të na ndihmojnë sepse në këtë sfidë jemi palë e përbashkët. Nuk jemi ata miqtë edhe ne zgjidhësit e problemit apo e kundërta, po duhet të jemi, si ta ndihmojmë njëri tjetrin, mos ta abuzojmë edhe pjesën e hedhjes mbetjeve kudo mundemi. Kjo ndodh në Vlorë, dhe unë e them, më vjen keq sepse ne mburemi me qytetin tonë, por që të mburesh me një qytet, duhet të mburesh në gjitha dimensionet e veta. Pra, të kontribojnë sa të munden që ta mbajnë pastër, ta mbajnë mirë. Problem tjetër është administratorët e pallateve. Është një problem në gjitha qytetet e Shqipërisë, siç Tiranën, ku në një farë mënyrë u vendos me dhunë në Tiranë, me presionin e bashkisë. Juve keni ndërmend ta bëni sepse shumë pallate të Vlorës, Vlora shquhet për punimet cilësore të pallateve, ndërtuesit e Vlorës janë cilësor, që kanë parë ku kanë vajtur dhe s'kan parë pak. Mirë, po kanë problem me administrimi.
keni ndërmend të bëni presion pak edhe me vunë, duhet kjo punë, o të krijohet shtetërore, ose të hapni një tender që të marrin disa firma private si mbas zonave, apo ende është në havat? Ne kemi në politikat bashkiake këtë, në fakt është një vendimarrje që është bërë tashmë. Janë 4 kooperatorë në fakt që merren me administrimin e pallateve që janë të licencuar. Ka Vlora dhe ata çfarë bëjnë, ata vetëm rekrutojnë njerëz, i trajnojnë, i bëjnë gati, i licencojnë, kanë dhe licencë apo certifikat që ata mund të ushtrojnë detyrën si administrator. Por është kjo, po themi, miksimi të menduarit. Pra, nëse ata i ofrojnë të shërbim të realisht është me detyrim që kushdo pallat, cilido pallat në qytet duhet të marrë një nga këta administrator. Pak rëndësi ka kush kompania apo cila kompani ofron të shërbim. Gjithmonë vazhdojnë të mendojnë që duam ta bëjmë, do ta bëjmë atë gjitonin e katit të parë apo me katit të dytë se besojmë më shumë atë gjitonin, por nuk ka lidhje këtu. Duhet ta bëjmë se s'bëm me këto kompani që janë të licencuara, sepse ofrojnë një shërbim gjithëpërfshirës. Që të pastrimi, që të mirëmbajtja, që të kamera që vendoset, që të lyerja e gjitha ambientet përbashkëta brenda në pallat. Pra vetëm këto mund ta bëjnë. Mund mos të bien dakord ndonjëherë për 1000 lekë të vjetë, 2000 lekë që mua më duket absurditet. Se edhe të jetosh me plerat, bashkëjetosh me plerat në pallat është pak çmenduri. Kështu që duhet ta ndajnë mendjen qytetarët e Vlorës që të bashkëpunojnë dhe të marrin shërbimin nga këto kompani që janë të licencuara, sepse ata kanë edhe akses indirekt qoftë edhe me këto shërbimin e shpejt kur vjen puna, qoftë edhe kur ka një vjedhje, një gjë me prishja ashensorit, diçka. Çdo gjë nuk bëhet me gjitonin kjo punë. Jo. Më kupton, kjo bëhet me këta që janë të trajnuar për të ofruar këtë lloj shërbimi. Është pak vështirësi në fakt sepse ka shumë apartamente që nuk banohen dhe ka një problem që ai thon mora unë 15 ditë të shfrytëzoj apartamentin tim. Pse duhet paguaj për gjithë vitin? Po do paguash për gjithë vitin. Janë kosto në gjithë botën këto. Ti ke pas shansin të punosh dhe në Bari dhe në Milano. Kondominio është kondominio, nuk pyet njëri jetove si jetove, momentin që ti e ke shtëpinë aty, me qera pa qera, e ke detyrim sepse është pjesë e mirëmbajtjes së gjithë strukturës. Madje ishte një rast që unë e them shpesh, neve na e paguante shteti, kuptohet Qiran, por na duke i shtrenjtë, 80 euro, 100 euro në muaj, 150. 200 e kisha unë. Dhe patëm një rast që i pikonin garazhet, po them unë banoja në një kompleks rezidencial i cili mund të kishte rreth 500 familje dhe garazhet ishin jo më shumë se 100. Dhe i thash administratorit, pse duhet paguaj unë për riparimin, ju fusni ujë garazhet, kur unë s'kam garazh. Tha, janë të përbashkëta këto. Tha, edhe ati po i pikoj taraca, do paguani të gjithë. Tha, kështu që është e shumë e vërtet. Është si ai te kati i dytë që thotë unë e bëj në këmbë, shkoj në këmbë, s'ka pse të paguaj ashensor. Ka lidhje fare, edhe në kat parë ta kesh. Do ta paguash sepse ai ashensori lëviz kalon dhe te kati jot. Shpresojmë që vlonjatët ta kuptojnë që nga kjo fillon turizmi. Do të shtoj vetëm një gjë. Të gjitha ato pallate që e kanë marrë të lloj shërbimi janë super të kënaqur, sepse duket ndryshimi. Duket edhe është ndryshim cilësor, jo. Thjesht duhet të binden edhe pjesa tjetër. Pa diskutim. Ai ku banoj unë kam 2 në fakt, kam një të vjetrin, të me shoqja dhe një të riun. Ai i vjetri ku s'ka kompani që e mbulon, është ditë e zezë. Me gjithë se gjitoni që kemi përpiqet, po hecën mbushim mundje. Ndërkohë, ky që e ka një firmë, është akullore gjatë gjithë vitit. Kanë detyrim. Kanë detyrim. Atëherë, flasim edhe pak fare për politikë, me gjithë se vim nga qyteti më politik i Shqipërisë. Shumë transparent, shumë i hapur.